Për sa i përket tipareve, po e filloj nga kjo e fundit, është e pamundur që ne të kemi domethënë një informacion të saktë, por ne kemi një informacion të përgjithshëm, sepse unë tham edhe më herët, pra është botë e cila nuk është e menaxhuar nga mundësia e perceptimit të njeriu normal. Për këtë arsye, edhe të smurët me xhimzhën që shohin gjarprinj, apo që shohin minj, apo që shohin ku e diun qen, apo që shohin xhin nga format më të ndryshme, faktikisht nuk është e thënë që të shohin origjinalin, sepse xhindet kanë edhe aftësinë e transformimit. Pra mund të mos jetë ashtu siç e sheh njeriu, pra frekuenca syrit tonë nuk e kap, do të qenin origjinale, shikojnë shëmbëllime. Shëmbëllimet e tij ose transformimin që ai mund të mori për tu perceptuar nga syri i njeriu. Por Zoti na ka njoftuar në Kur'an se ka prej tyre e farit do të thotë shkalla më e shkatët dhe më e shpejtë ose raca më e shkatët që mund të ekzistojnë në botën e xhinëve. Dhe ka prej tyre, do të thonë, që zhyten, ka prej tyre që fluturojnë dhe ka prej tyre që jetojnë si, le të themi, si botët e kafshëve, pra në të njëjtën mënyrë siç jetojnë botët e tjera. Ndërsa për sa i përket ndarjeve të tyre, normalisht ato pra, se ka edhe për atyre meshkuj, ka edhe për atyre femrat, ato shtohen, pra nuk janë si me lajket, gjithmonë me lajket nuk shtohen, nuk kanë, ndërsa xhindet shtohen. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. Mos i merrni xhindet dhe pasardhësit e tij ose trashëgimtarët e tij të dashur dhe miq përveç meje, thot Zoti. Pra vetëm me Zotin duhet me pas punë, edhe jo me këta të tjerët. Normalisht edhe ato kanë ndarjet e tyre. Sipas asaj që un kam lexuar dhe studiuar, dietarët e Islamit ton, xhindet janë në atë mënyrë të organizuar kopje nga njerëzit. Pra, si më thënë, siç janë njerëzit ndarë në tokë, le të themi në fe, në besime, në raca, kështu, edhe e njëjta gjë funksionon edhe tek xhindet. Pra, më shumti ata ndikohen prej njerëzve në ndarjet që ata bëjnë mes vete.